Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam një burr 60 vjeç dhe jam I martuar prej 30 vitesh. Unë dhe gruaja ime jemi bërë si shok dhome e jo si burr e grua. Ajo ka jetën e saj, ka shoqërinë e saj dhe nuk me pyet shumë për gjërat e mia. Ne thjesht ndajmë të njëjtën shtëpi së bashku. E 30 vite martesë e kanë bërë që puna të shkoj kështu. Por gruaja ime ka një motër më të vogël. Ajo është 52 vjeçe dhe është e martuar me një burr që nuk e kam pëlqyer kurrë. Baxhanaku im është nga ata njerëz që janë shumë mendje madh. Ai mburret për parat e për bizneset e tia dhe don që të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Gruaja e tij, pra motra e gruas sime, nuk është ashtu. Është një grua shumë e mirë, është e bukur, është shumë e rregullt, por është gjithmonë në hijen e burrit e vet. Këtë verë, gruaja ime këmbënguli që të merrni me qira një shtëpi të madhe pranë detit për 1 muaj, e ta ndanim bashkë me motrën e saj dhe me baxhanakun. Unë nuk doja, sepse e dija që pushimet me atë njeri do të ishin një lodhje e madhe, por pranova kur doli baxhanaku e tha që do e pagunte shtëpinë I vetëm. Atëherë thash përse mos të shkoj. Mund të duroj edhe ndonjë debat nga ai, por fundja, kur është falas, me mirë atje se të rri në shtëpi. Shtëpia që morëm kishte një obor të madh dhe të mbyllur. Gjatë ditëve të para, situata ishte saktësisht ashtu siç e kisha parashikuar. Baxhanaku im mendje madh rrinte gjithë ditën në telefon duke folur me punëtorët e tij ose ulej në krye tavolinës dhe priste t'i shërbenin pjatat gati, e sprekte asgjë me dorë. Gruaja ime merrej me gatimin dhe rrinte duke dëgjuar mburrjet e tij për makinat e reja që kishte bler, ndërsa motra e saj bënte gjithë punët e tjera, pastronte tavolinat, lante pjatat në kuzhinë e çdo gjë tjetër. Unë rrija pak më larg tyre, me pëlqente të ulesha tek karriget aty e të lexoja ndonjë lajm në telefon, por vura re që edhe ajo, gruaja e baxhanakut, po gjente shkak për të dalë jashtë e për të shmangur nga zhurma e burrit të saj që bënte brenda. Filluam të pinim kafe në mëngjesit bashk. Të tjerët flinin deri vonë, ndërsa ne zgjoheshim rreth orës 7, unë bëja kafen e ajo ulej në karrigen përballë meje, e bisedonim gjëre gjatë. Ajo me tregonte për fëmijët që I kishte në shkollë jashtë shtetit. Flisnin për vapën e madhe që po bëhej ato ditë, apo edhe për shtëpinë që kishte marrë me qira. E pastaj, dita ditës, filloi që të hapej më shumë. Ajo filloi të më tregonte se sa e lodhur ishte nga sjellja e burrit të saj. E më tha që ai nuk e vinte fare re as kur ajo ndryshonte ngjyrën e flokëve apo kur vishte një fustan të ri. Për te unë jam thjesht dikush që ja rregullon valixhet e I mban rrobat gati, më tha ajo. E unë nuk e kuptoj përse e lejonte të trajtoj ashtu, I thash unë. Shikoj, thash, si je ti, të pish në kup. E mos e lejo që të sillet ashtu me ty, por bëju e zonja vetes e tregoj se ti vlen më shumë, sepse ti meriton vërtet më tepër, I thashon.
Ajo s'dinte çfarë të thoshte, po honte gjithë shka me kokë, por unë e dija që ato fjali bënin përshtypje. Edhe pse më dhimbsej, unë fillova t'i kushtoja vëmendje me shumë e të sillesha akoma më mirë me te, sepse e dija që ajo s'kishte askënd që t'ja thoshte një fjalë të mirë. I thoja fjalë të mira për pamjen, e ndihmoja me çdo gjë aty rreth shtëpisë, dhe kur Baxhanaku e urdhëronte nga salloni për t'i sjell ujë apo diçka tjetër, unë ndërhyja dhe i thoja që ajo ishte e zënë me mua jashtë, e ai pastaj u çonte e merrte gotën e ujit vet. Kjo gjë sa i pëlqente, e shihja që gjithmonë me kërkonte me sy dhe pristje ndërhyrjet e mia për t'u shkeputur nga ai autoriteti kot i burrit të saj. Një natë në darkë, Baxhanaku kishte ftuar edhe ca miq të tjerë në shtëpinë tonë të plazhit, e ata sollën me vete edhe vajzën e tyre. Ishte një vajzë rreth 30 vjeçe, një vajzë shumë e llastuar. Gjatë darkës, Baxhanaku e ktheu gjithë vëmendjen tek ajo. Sillej shumë mirë me te, e jepte lloj-lloj komplimentit dhe thuaj se u marros pas saj, e ne të gjithë e shihnim, por çfarë t'i thoshim? Ai plak që fli, kishte harruar që ishte i martuar dhe po jargëzonte pas asaj vajze. Qeshte gjatë gjithë natës me te dhe i fliste sikur të ishin moshatar, e harronte moshën e vet. Gruaja ime bënte muhabet me prindrit e vajzës, e ndërsa mua po me vinte turp për atë situatë se çfarë po ndodhte në tavolinë, e me vinte shumë keq për nusen e Baxhanakut. E shikoja atë, pra motrën e gruas, që ajo rinte e heshtur dhe e pash që i vinte shumë inat, dhe në fytyrë shihej poshtrimi i saj që po ndjente nga burri i vet, por nuk ishte vetëm ajo i inatosur, sepse brenda meje zinte edhe një inat akoma më i madh. S'ma ndjente për Baxhanakun që po bënte budallaleqe, por sepse ai njeri kishte në krah si ajo grua dhe e një ignoronte për dike që thjesht qeshte kot. Doja që ajo të ishte me mua, e jo me atë njeri që e turpëronte ka do që shkonte. Unë grita nga e tavolin, e dola pak në obor dhe ika nga aj budallalek aty që po bënte Baxhanaku, por edhe ajo erdhi pas meje. Kishte mbledhur disa pjata në tavolin dhe me pjatën e dorë erdhi që të mos e shihte kush që me kishte ardhur pranë, e ndërsa ne ishim në anën tjetër të shtëpisë. Do kisha dashur të mos kisha ardhur këtu kurrë, me tha ajo. Faji yt është, i thash. Rri aty e ndëgjon burrin tënd që i gjuhet një tjetër shumë hapur, e ndërsa ti akoma je me pjatën e përduar. Ajo i lëshoi pjatat në tokë, e nuk bëri asnjë veprim tjetër. Nuk dua të bëj skena xhelozie për para motrës, me tha ajo, e s'duhem atë që të zihem për para njerëzve të panjohur. Jo, i thash, s'ke nevojë të bësh skena, ti duhet ta lësh atë në botën e tij, por dua që të më ndëgjosh diçka. Patjetër, tha, do bëj çfarë më thuash ti, por më trego si ta kaloj këtë situatë. Duhet të harrosh atë, i thash. E si ta harroj kur kam shumë vite martesë me atë, ma ktheu ajo. Nga njëherë, i thash, vetëm 10 minuta harrojnë vitet e tëra. Prandaj, ju ofrova, e ndërsa ajo ma vendosi dorën e saj tek buzët e mia. Ule dorën, i thash. Nëse ti
je vërtet e inatosur, nxirr atë mllef. E ndërsa ajo uli dorën, unë ofrova e fillova të puthja buzën. Puthja ime po e kënaqte, e shihja se si ajo mbyllte syt, kur unë puthjet I zhvendosa nga buza tek fyti, e pastaj nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund bëjini videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjni subscribe.